Kam bërritur mbrëm rreth orës 22 në Rinas I shkreu I bandës së Durrësit Lulzim Berisha I cili u ekstradua nga Spanja drejt vendit ton. Lulzim Berisha I cili akuzohet për vrasjen e Klodian Saliut u shoqërua në masa të rrepta sigurie për në ambientet e qelisë. I shkreu I bandës së Durrësit I shpëtoi burgimit të përjetshëm pasi gjykata e lartë e prishi këtë vendim dhe e dënoi me 25 vite pas hekurave. Megjithatë, ai u lirua me kusht pasi Vangjush Daku firmosi një shkresë që do ta punësonte në Bashkinë e Durrësit. I konsideruar me rrezikshmëri të lartë, Lulzim Berisha akuzohet nga SPAK për disa vrasje të ndodhura në vitet 2004 dhe 2005. Në vitin 2020, GKKO ka vendosur ndaj tij masën e sigurisë arrest me burg. Ai u arrestua në Madrid në dhjetor të vitit 2023 në një operacion të përbashkët të Fast Albania dhe Fast Spanjës. Ai ka kundërshtuar në gjykatën spanjolle ekstradimin e tij drejt vendin tonë me arsyetimin se I rrezikoi jeta, kërkesë kjo që u rrëzua. Lulzim Berisha u shpall në kërkim nga prokuroria e posaçme në dhjetor të 2022 në akuzën se bashkë me anëtarë të tjerë të bandës së Durrësit janë përgjegjës për vrasjen e biznesmenit Vajdin Lame, I cili u vra në një shpërthim me bombë në Tiranë në ashensorin e pallatit ku banonte në shkurt të vitit 2005 bashkë me Artan Arsin. SPAK njoftoi në atë kohë se hetimi për vrasjen e Lama dhe Arsit ishin pezulluar shumë vite më parë dhe ishin rihapur në vitin 2020. Atëherë mbrëm u ekstradua Lulzim Berisha, I cili shoqërua në masa të rrepta sigurie, pat edhe në insert tek burgu 313. Zhabina ose Kasapi do më ndihmoni në këtë moment, çfarë ndodhi që nga momenti I arrestimit në Spanjë, e fillojmë bashkë Zhabina në dhjetor 2023. Për dhjetor 2023, Lulzim Berisha dhe avokatët e tij në Spanjë ezauruan të gjithë, po them, shkallët e gjyqësorit atje me qëllim që ai mos të ekstradojë drejt vendit ton, por është ekstraduar dhe tashmë do të përballet me akuzën e vrasjes së Klodian Saliut në vitin 2005 në mos gaboj, ngjarje për të cilën dyshohet Lulzim Berisha dhe kjo është arsyeja pse ai është sjellë në Shqipëri. Duhet themi diçka që prova kryesore e prokurorisë së posaçme në këtë rast është dëshmia e Luftar Reçit, një I penduar I drejtësisë që ka folur për këtë rast, por ka folur edhe për një ngjarje tjetër ku sipas tij është I përfshirë Lulzim Berisha në vrasjen e biznesmenit Vajdin Lame, por për të cilën ngjarje për të cilën prokuroria e posaçme ka pushuar hetimet për Lulzim Berishën, pasi nuk ka gjetur prova për këtë ngjarje. Ai sigurisht që do të bëhet një verifikim masë sigurie ndoshta gjatë ditës së nesërme ose pas nesër në gjykatën e posaçme dhe ku do të njihet me akuzat që rëndojnë mbi të. Megjithatë duhet thënë diçka jeni që Lulzim Berisha, por edhe avokatët e tij mbrojtjes dëshminë e Luftar Reçit e konsiderojnë si një provë të fabrikuar që nuk qëndron, që nuk është e bazuar në prova të tjera konkrete dhe shkencore dhe nga verifikime dhe gjetja që ata kanë bërë. Duhet thënë që edhe prokuroria e krimeve të rënda dikur ka zhvilluar hetime pikërisht edhe mbi dëshminë e Luftar Reçit, por nuk ka gjetur prova që të përfshin prova të cilat përfshin Lulzim Berishën dhe personat e tjerë të cilët dyshohen për këtë ngjarje. Megjithatë do të jetë gjykata ajo që do të verifikojë këto kushte dhe do të verifikojë këto prova, pasi ajo është e vetmja që mund ta bëjë. Po, kam dhe një, për të mbështetur këtë që sa po the, kam dhe një mesazh që vjen me sa duket nga mbrojtësi ligjor I shtetasit Lulzim Berisha, avokati Tarhysja, I thotë ndjesi detyrim profesional të sqarojë se prokurori duhet I përkushtohet përgjegjësisë dhe pavarësisht në ushtrimit e tyre, jo artificave ekstra ligjore, përdorimi bashkëpunëtorëve të drejtësisë interesa të caktuara, cënon rendi sigurinë kombëtare. I penduar I Luftar Reçi është një mitomam permanent, kushdo thënie e tij nuk është konfirmuar përpara gjykatës. Okej, ky është këmbështrimi I avokatit mbrojtës të Lulzim Berishës për qenë balancuar, për të dhënë gjitha palëve zërin e tyre. Por më duhet gjithsesi të kuptojmë Kasapi më shumë për çfarë akuzohet Lulzim Berisha, përse është ekstraduar Lulzim Berisha, çfarë mendohet se, sigurisht nuk e dim akoma si shtatë Zhabina në presim, se çfarë do ndodh me masën e sigurisë dhe me çfarë do të akuzojë gjykata, po çfarë mund të themi paraprakisht? Po tani ky është falni fundi I një historie më shumë se 20 vjeçare dhe këtu
Nuk bëhet fjalë vetëm për deklarimet e luftar Reçit, se ndoshta të paktën njëra prej akuzave është e vërtet, ashtu siç tha dhe Xhevi, që për vrasjen e biznesmenit Vajdin Lamaj diçka e tillë është hedhur poshtë nga prokuroria, por nga ana tjetër bëhet fjalë dhe më kujtohet fare mirë operacioni Asgjë nuk harrohet i policisë dhe i prokurorisë, ku bën fjalë pikërisht për arrestimin e Lulzim Berishës. Histori dhe kalvar vrasjesh që në vitin 1998, në mos gaboj, krisja mes dy shokëve, siç kanë qenë Lulzim Berisha dhe Klodian Saliu, ndodhi për vrasjen e Marcel Sotirës, ka qenë një ish doganier me aq sa mbaj mend, dhe më pas historia aty ku u përçan me të vërtet, ashtu siç ndodh mes grupeve kriminaleve apo bandave të armatosura, siç ka qenë rasti i bandës së Durrësit, për një sasi heroine ku vetë Berisha dhe Saliu kishin mbledhur parat për të blerë heroinën në Turqi, por nga ajo heroinë erdhi vetëm 3.5 kg, sepse pjesa tjetër ishte zhavor, thonte në ato kohë Adriatik Coli, i penduar i drejtësisë, dhe këtu ndodhi kjo përçarje e madhe deri kur u eliminua Klodian Saliu, u krijuan këto fragmente brenda bandës së Durrësit. Pas eliminimit Klodian Saliut ishte Indrit Dokle, ai i cili mori frenat e celulës tjetër të bandës Durrësit me atentate, kundër atentate, dhe që përfunduan edhe me 2 atentate ndaj vetë Lulzim Berishës në atë kohë, të paktën dhe nga dëshmitë e luftar Reçit, por dhe nga dëshmitë e Adriatik Colit, i cili fillimisht ishte me Klodian Saliun, por më pas kishte dieni dhe për ngjarje të tjera kriminale të cilat vetë ai kishte kryer me dorën e tij, dhe në të vërtetë ajo që më ka bërë më shumë përshtypje në arrestimin e Lulzim Berishës, se mbaj mend arrestimin e parë i cili ndodhi në Maqedoni, në mos gaboj, dhe më pas nga një person arrestimin në Spanjë me një ndryshim total të tipareve të tij fizike, me tatuazhe në duar, me mjekër, dhe më kujton këto historitë e këtyre serialeve narkos që tentonin të ndryshonin dhe pamjen e tyre. Dhe histori të tilla ne kemi parë në Shqipëri, jo vetëm me Lulzim Berishën, por edhe i pak më herët me Jani Aliajin, nëse ju kujtohet, një person i cili ka qenë shumë i kërkuar në Shqipëri për vrasjen, për një ngjarje të ndodhur në afërsi të zonës së ish bllokut në Tiranë ose stadiumit Selman Stërmasi, por një person i cili kishte ndryshuar komplet tiparet e tij dhe ishte bërë me flokë gjata, nga një person i cili nuk kishte pasur fare flokë në kohën që policia e Tiranës nxorri dhe foton e tij. Dhe ky është fundi i një epoke, banda e Durrësit, një ndër bandat e para të krijuara në Shqipërinë pas tranzicionit vitit 97, dhe që në vitin 98 me vrasje, me trafik. Lulzim Berisha ka qenë dhe person i cili ka arritur t'i shpëtojë dhe sistemit drejtësisë, ashtu si dhe ky nuk është as i pari, por edhe as i fundit, dhe nga një burgim i përjetshëm, gjykata e lartë i hoqi këtë burgim përjetshëm, ja caktoi me 25 vite, mori liri para kohe, 6 vite para kohe, u punësua në Bashkinë e Durrësit, ku nga ana tjetër tregon dhe lidhjen e krimit me politikën, dhe ishte po gjykata e lartë pastaj e cila i caktoi sërish që duhet të rikthehet në burg. Dhe ky është fundi, besoj, fundi i bandës Durrësit, ose ajo çka ka mbetur nga banda e Durrësit. Në një nga daljet e rralla në media, Lul Berisha do kundërshtonte me alibin e udhëtimit drejt Turqisë. Për të rikthyer edhe një argument të rëndësishëm që tha edhe Zhabina, që asnjëherë nuk është pranuar nga kjo palë të paktën fajësia. Lul Berisha e mohonte përfshirjen e tij në vrasjen e Klodian Saliut dhe sfidonte s'pak të gjente qoftë edhe një provë për të verifikuar rrëfimin e luftar Reçit. Kur ka ndodhur isha prokurim në një spital në Turqi, ka thënë ai. E gjitha kjo, Kikia, vazhdon Lul Berisha, është sulm për qëllime politike. Shpreh ai në një mesazh për media. Prap politika. Tani aty gjen gjithë tre në fakt. Edhe vetë politikanët kur kapen me thes në dorë, po për sulme politike akuzojnë, tani akuzojnë edhe njerëz të këtij kalibri. Shiko,
Juli bërë një analizë, apo më saktë një kronologji shumë të saktë të historisë të këtij grupi. Ndryshe nga këto dy fiset në Shkodër, të cilat nuk i shikoj si banda, po i shikoj më shumë si luftë fisesh, në Durrës këto përplasje ishin realisht mes bandave, që ishin me kryetar grupi, me strukturë dhe kishin brenda aktivitet kriminal, kishin trafik, rrithë paraja dhe konflikti që filloi prodhoi serialin erdhi si pasojë e prishjes së pazareve. Dhe më pas u përzjej aty lufta për të kontrolluar territorin në Krim dhe hakmarrje tipike shqiptare të vrasë së mvrave e kështu me radhë. Padyshim, kjo seri midis këtyre dy pjesëve të këtyre dy bandave e shndroi Durrësin në qytetin më të frikshëm në vend. Dhe ishin po këto banda pasaj vala goditëse të cilve shkonte dhe korruptonte apo shantazhonte këdo që dilte përpara, pushtet, drejtësi dhe u shkua deri tek interferimi politik. Ajo që bie në sy në historikun e kësaj bande është që nëse kemi patur dy banda në Durrës, ka qenë dhe një bandë e tretë, e cila nuk është dënuar deri tani, dhe kjo është vetë drejtësia. Sepse është një organizat kriminale tipike që është rihedhur në treg nga drejtësia. Dhe në ka një histori që e nxjerr drejtësinë tërësisht lakuriq, me gjithë pislëkun e vetë në atë kohë, është historia e këtij grupi kriminal. Sot ka të penduar të cilët rrëfejnë historitë e krimit, por i penduari i bandës së Durrësit ka qenë nga rastet e rralla që mori kurajin i pari për të rrëfyer krimet e grupit në cilin kishte shërbyer. Dhe drejtësia pati në dorë një aset për të dhënë fund këtij grupi kriminal me një rrezikshmëri të jashtëzakonshme dhe ku atentatet në Durrës pasonin njëri tjetrin duke prodhuar një panik dhe duke gjeneruar krim, sepse krimi prodhon krim. Dhe është ajo që Juli e përmendi, po ndo dua ta ritheksoj, që ky person u dënua me burgim përjetshëm. Gjykata lartë ja uli në 25 vjet. Prishi. Pyetje e madhe. Prishi edhe. Pastaj gjykata e apelit në Durrës i ul 5 vjet nga dënimi për 25 vjetësh dhe urdhëron lirimin e tij nga burgu. Çfarë nuk është se ja uli, por i dha pjesën e shërbimit të provës, duke qenë se i parashikon ligji edhe, nuk është se. Dhe ligji gjendet të zbatohet pikërisht. Dhe për më tepër ju gjet një punë në Bashkinë e Durrësit. Dhe nuk di se ç'mund të bëj më shumë një drejtësi e përbindshme në një vend dhe një qytet ku krimi trondiste në mënyrë sistematike dhe riheth në treg njerëz të këtij kalibri të botës së krimit. Ky ishte produkti i gjykatës, që nga gjykata e lartë, nga gjykata e apelit të Durrësit, dhe më pas ishte sërish gjykata e lartë, por pas 6 vitesh sepse derisa t'i vinte radha sërish dosjes. Jo, erdhi shpejt aty. Po jo, 6 vjet nuk janë shpejt. Se për 6 vjet ky kishte bërë letrat dhe kishte ikur me kohë. Që gjykata e lartë në 2021 e korrigjoi këtë veprim, u shpall në kërkim ndërkombëtar 2022, por ndërkohë kishte ikur, kishte lënë, kishte braktisur edhe këto shërbimin e provës çfarë i dhan, derisa erdhi tek arrestimi 2023 pritjet për të bërë procedurat dhe rikthimi në Shqipëri. Kështu që të mos harrojmë, në qoftë se për Shkodrën thamë që i ka patur që në 2018 këto historira, por seriali i krimeve që vazhdonin trondisnin duke shkaktuar dhe viktimat pafajshme vazhdonte. Në këtë rast kishin
Adriatik Colin, që s'kishin nevojë për provat e tjera, se ishte i penduar i parë që filloi të çojë pas hekurave pjesën më të madhe të bandës së tij dhe neglizhuan duke ulur dënim pas dënimi edhe duke rikthyer sërish në rrugë. Kto janë pasojat e drejtësisë korruptuar. Pikpyetjet qëndrojnë, edhe për rastin e Shkodrës, avokati tha ka manipulime, dyshohet se ka manipulime provash, ndikime, edhe në këtë rast. Je dakord, avokat? Që drejtësia është e akuzuara e madhe për këtë rast edhe të tjera? Akuzuara e madhe e para është politika, pastaj vjen drejtësia. Pra, drejtësia është gjithmonë mbas politikës. Pse, ti po thuaj që drejtësinë e ka ndikuar politika që të nxjerrë jashtë ta personazh? Jo. Ose të ndikojë në dosje? Thjesht tash që akuzuara e para është gjithmonë politika. Mbas politikës vjen drejtësia. Po flas për këtë raste, jo në ka fjalën që politika i bën të famshëm personazhet veçantë. Gjithmonë është politika e para ajo që i merr akuzat. Pastaj vjen drejtësia. Domethënë drejtësia ka patur raste që ka qenë edhe kolateral i diskutimeve nga ana e politikës, pra politika për të shfaqsuar veten e saj në gjithë këto vite. Një sekond, të mos ngatrohemi. Atëherë. Nuk ngatrohemi, mos kemi rak. E dëgjova shumë mirë atë që tha. Pra mentori thotë, fajin e kanë këto gjykata që këta njerëz nuk i kanë ndënuar si duhet, që janë ndikuar, janë korruptuar, janë presionuar, janë shantazhuar, nuk e dim çfarë ka ndodhur, po fakti tregojnë që i kanë ulur, i kanë marrë shërbim prove, i kanë ulur dënimin e tjerë. Kjo tregon që janë të akuzuarat e mëdha. Je dakord me këtë gjë apo jo? Ligji lejonte që edhe ti përfitonin këto, të merrnin këtë lloj përfitimesh. Kur ka përfunduar 2/3 e dënimit. Nuk kanë bërë diçka që është jashtë ligjit. Ndoshta kanë bërë diçka, gjykatat kanë bërë diçka që ndoshta mund mos ta bënin, po që jashtë ligjit nuk janë. Por nëse ju do ta kërkoni këtë për një klient i cili ka vjedhur lopën në fshat, do ta respektojë gjykata këtë klauzol që t'jep ligji? Nuk e di nëse i plotëson kushtet, mendoj që po. Nëse nuk i plotëson. Shiko, pastaj ke vjedhja lopës nuk e di domethënë tash. Lul Berisha ishte Më fal. Mbaj mend që një gjyqtare dikur më tha që jemi katandisur, bëjmë çështje kecash. S'po na vjen asnjë trafikant dore? Jemi të katandisur, po bëjmë çështje me kecat. Kjo është situata tani. Shiko, Lul Berisha normalisht ka qenë me një masë sigurie, të cilën nuk për pjesën e bashkëpunëtorit të drejtësisë luftar Reçi, që e shënjësonte që është pjesë e grupit të vrasjes të ndjerit Vajdin Lame. Me fjalë, ky vendim ishte në fuqi tërkohon dhe normalisht ishte në alert në kërkim. Ndërkohë mbi të rëndonte edhe pjesa tjetër që duhet të rikthehej në qeli për pjesën e atij 5 vjeçarit të cilët u dha shërbimin provës. Pra këto janë dy gjërat e Lul Berishës. Nuk ka gjëra të tjera që mund të kapet. Pjesa e luftareçit ka rënë, kështu që edhe ajo do t'i bjeri. Kështu që ngjerët do të kthej, do të plotësoj dënimin e ashtu, të lutem. Zotë edhe për vrasjen e Klodian Saliut, paktën kështu thot prokuria posaçme. Tani, përveç gjykimit për vrasjen e Klodian Saliut, Berisha ka një llogari tjetër me drejtësinë, më raporton stafi që është përmbyllja e dënimit të vjetër për pjesëmarrje në organizatë kriminale, vrasje, trafiqe ilegale në vitet 98-2000. Kjo pikërisht për ajo është, nivel për atë ka qenë në kërkim, ka dhe masën e cila masën e sigurisë që është dhënë në mungesë për rastin e luftareçit që ajo nuk i është komunikuar sepse duhet ekzekutuar një rast si mas që të filloj pasaj të ndiqet dhe procedura e pushimit atij procedimi që është mbi të. Kështu që kjo është pjesë proceduriale dhe askush nuk lëviz dot. Ai do plotësoj atë pjesën për të cilën ka mbetur pa me siç ndodhi edhe me rastin Tahiri, që rasti Tahiri ka qenë ishte me shërbim prove dhe apeli e ktheu në burg. Këto janë efekte të pritshme, por që këto si që në vendim themeli. Pikërisht pra. Po këto janë dy elemente të cilat e prekin. Kështu që për pjesën tjetër të cilën ai thotë që mua më rrezikohet jeta, normalisht që në pjesën duke qenë se në burgje ekzistojnë rivalet e tij, normalisht që edhe kjo është situata tjetër, por nuk është se mund të themi edhe mund të rrinte në Spanjë me kërkesat që ka bërë. Edhe mund të rrinte në Spanjë. Por do të dish, kjo nuk është një gjë që vlen ta diskutojmë ne se këtë punë e gjykatat, po ka dhe një gjë, pjesa për të cilën ai ka ndënjur në paraburgim në Spanjë, pjesën që ka ndënjur në paraburgim në Spanjë, llogaritet me 1.5. Pra, efekti
Tani ati ndoshta i bie dhe 1 vit e pak për të shlyer. Kështu që janë element procedurial. Tani në shkoj prapë, Kasapi më thuaj. Jo, faktikisht, shiko, historia ndoshta njëri për juristëve mund ta shpjegojë më mirë. Kolegji penal i gjykatës lartë, pasi Lulzim Berisha u dënua pra me burgim të përjetshëm, Kolegji penal i gjykatës lartë vendosi në atë kohë që Lulzim Berishës nuk mund t'i atribuohen kaq shumë rrethana rënduese, siç kishte ndodhur në vendimin e gjykatës për krime të rënda, i cili u la më pas në fuqi dhe nga apeli i krimeve të rënda. Por do duhej t'i atribuohesh vetëm një rrethanë rënduese, siç ishte ajo e kryerjes së veprës penale në bashkëpunim. Dhe nuk mund të aplikohej ligji, pra me ndryshimet e kodit penal në vitin 2001, por duhej të aplikohej ligji, pra kodi penal i vitit 98, atëherë kur kanë qenë kryer pra këto masakrat apo hasmëritë në përplasjen mes 2 fraksioneve të bandës së Durrësit. Ndaj dhe ju hoq dënimi me burgim përjetshëm dhe u la, sepse ligji i asaj kohe, pra kodi penal i asaj kohe, parashikonte 15 deri në 25 vite burgim. Dhe kjo ka qenë historia. Unë nuk e di se a është tamam e vërtet, pra që por me sa di ekziston dhe mbrojtja, pra mbrojtja e personit në hetim ose të pandehurit, dhe kështu ka përfituar Lulzim Berisha, pra nga burgimi i përjetshëm, më pas u hoq burgimi i përjetshëm, u dënua me 25 vite, por historia larg syve të medias që zhvilloi në gjykatën e Durrësit, ashtu siç tha dhe zoti Kikia, ku ju ulën më shumë se 6 vite burgim me këtë pretendimin e bukur që ka kryer më shumë se 3/5 e dënimit dhe me atë certifikatën e punësimit nga Bashkia e Durrësit dhe kështu përfitoi lirinë, u la i lirë dhe po ishte prap gjykata pas dëshmimeve të Reçit, ishte prap gjykata e lartë që tha të risillet sërish në burg. Okej, po shtroj një pyetje tjetër, përpos akuzave për gjykatat dhe punën që kanë bërë deri tani me këto ngjarje, qoftë me ngjarjen e parë të Bajrave apo të dytën. Le të shkojmë tej, përveç këtyre 2 ngjarjeve ka patur edhe goditje të tjera. Pra, folëm për Bajrat, kemi shpalljen në kërkim të Suel Çelës, kemi hetimin e SPAK për Safet Bajrin, Asmer Bilalin, edhe disa ngjarje të tjera, dosje të tjera të rëndësishme. Kemi të bëjmë këtë radhë me një goditje të fortë të krimit organizuar nga ana e SPAK, po e vazhdojmë me ty Kasapi për ta shtrirë me studion pasaj. Unë mendoj se prokuroria e posaçme tashmë po e bën punën e saj. Nuk jemi më në ato vitet e para ku nuk bëri asgjë, por mendoj se për këtë është ngritur që të godas krimin e organizuar, por më së shumti korrupsionin në radhët e politikës, sepse më pëlqen ndonjëherë kur shoh politikën të acaruar, të gjindosur, kur arrestohen brenda radhëve të saj dhe ndonjëherë e kritikojnë edhe pse më herët kishin thënë se nuk i komentojnë fare vendimet e gjykatave. Nga ana tjetër dëgjoj se si do duan ta shpërbëjnë prokurorinë e posaçme, por pastaj tregohen disi më të matur dhe thonë se do e mbështesin dhe unë mendoj se ky është piku i prokurorisë posaçme ose i strukturës antikorrupsion, sepse nuk është prokuroria ajo që të fut në burg, edhe pse prokuroria ka marrë këtë vëmendjen e shtuar, por mendoj se po i lanë hesapet me krimin e organizuar dhe po shohim dita ditës se si ish pjesëtar po tregojnë, paktën po bëjnë një pjesë e tyre po bëhen dhe bashkëpunëtorë drejtësisë, por ajo që po shohim tani më përgjatë këtyre muajve është se si hetimi nuk ka mbetur vetëm tek grupet kriminale, tek krimi, por është shtrier edhe tek politika, si ndonjëherë edhe si bashkëpunim me krimin, por edhe si padericë e krimit të organizuar. Dhe të gjitha këto hetimet të cilat kanë nisur nuk kanë mbetur vetëm hetime për të qenë masa arresti në burg, por janë shtrier edhe tek pasuria. Dhe kjo, unë mendoj, është një ndër fitoret jo vetëm e prokurorisë posaçme,
por jo vetëm e sistemit drejtësisë, por edhe të gjithë qytetarëve shqiptarë. Okej, Xhabina? Mendoj që po, prokuroria e posaçme është një moment të rëndësishëm të saj sa i takon luftës kundër krimit të organizuar dhe grupeve të strukturuar kriminale, siç ti e përmende, janë goditur disa prej tyre. Qyteti Durrësit është ai që është goditur më shumë, po them. Ne po diskutonim për bandën e Durrësit. Lul Berisha është i arrestuar, Flauren Dervishaj është i arrestuar, Suel Çelen Elbasan e kemi në kërkim. Një tjetër eksponent në Durrës është në kërkim, Altin Hajri. Shkodra është e goditur nga prokuroria e posaçme. Kështu që po, prokuroria e posaçme ka nisur një luftë frontale kundër krimit të organizuar dhe ndihma më e madhe asaj ka qenë aplikacioni Sky dhe aplikacionet të tjera të enkriptuara. Megjithatë, unë mendoj që pikun prokuroria e posaçme në luftë kundër krimit të organizuar do ta arrijë në kohën kur pranë prokurorisë së posaçme do të vinë bisedat të zbardhura të aplikacionit Matrix. Unë mendoj që mbritja e tyre bisedave do të jetë shumë e rëndësishme për prokurorinë e posaçme dhe ajo që kemi parë deri tani në Sky mendoj që nuk do të jetë asgjë. Krahasuar Po them ato biseda që ne kemi parë në Sky deri në këtë moment e kam përshtypjen që në Matrix do të jenë akoma më shumë. E kanë tepruar ata me pjesën e Sky Kroçatit. Janë persona të cilët për një komunikim dhe pse kanë përdorur Sky Kroçat ndodhen pas sekurave sot. Po duhet faktuar me fjalë sepse logjika e një përgjimi është që ajo do të çojë te një element që ti ta vërtetosh që ky e ka kryer këtë vepër penale. Deri tani, Romano e di shumë mirë. Ka asgjë të vërtetuar. Deri tani është skandal situata. Nuk është kaq që ashtu. Dhe sondazhet që bëhen me spagun, të bëhen me juristët dhe me avokatët, edhe me specialistët e fushës. Mos bën kështu, dalin aty te Sheshi Skënderbej dhe pasaj dele dhe besueshmëria. Jo, nuk është ajo. Mendoj që ju keni akses në studio njësoj si palët e tjera, kam përshtypjen. Shiko, nuk po e lidh aty. Unë e lidh që mos ki shumë pritshmëri nga kjo. Dhe di pse se duke qenë se dalin... Do e prishni kushtetuese? Do e hedhni poshtë kushtetuese ju? Nuk e se e thoj, shikom. Ne avokatët jemi për të bërë ligj. Jo, ju e kushtetuese për se fituar. Se dim atë. Shiko, edhe një, nuk është se nuk u fitua, nuk ka lidhje kjo, nuk e shikojnë atë pikë. Çfarë u humbë dhe çfarë u fitua kjo? Më fal pak, lutem. Këtu flitet për bashkëpunëtorët e drejtësisë. Bashkëpunëtorët e drejtësisë nuk është se kanë prodhuar ndonjë gjë deri më sot. Kemi një person sot që po merrim qaf njerëz të cilës s'kan lidhje fare, nuk e kanë njohur kur. Po flasim për Sky Kroçat. Po Sky Kroçat, po pikërisht pra se edhe ky tani del, edhe ky person i cili është bashkëpunëtor i rëndësishëm i drejtësisë për dosje të cilat nuk janë zbardhur, për ato pjesë të bandave të Elbasanit, të Fierit, të Vlorës, vrasjet në Tiranë. Me fjalë flitet për shifra që për Elvis Martinajn e tjerë. Me fjalë flitet që ky person di ka gjithë shka dhe i gjithë sistemi zinxhir i krimit pas ka kaluar të ky person. Dhe vetëm ky pas ka ekzistuar. Nuk është ky diskutimi, po flisim për Sky Kroçat. Sky Kroçati, i cili doli dhe Dumani, po e di unë, thot që ka komunikuar kështu. Doli tani që më kanë dhënë detyra për të vrarë këtë, për të vrarë. Janë disa gjëra të cilët nuk duhen marrë edhe pjesën të cilën si e shikojmë neve, të paktën si avokat nuk merret edhe shumë seriozisht. Se ballafaqimi i cili po ndodh në sallën e gjyqit, nuk është ai të cilin është jashtë i cili komentohet. Këtë do ta shohim. Ne presupozojmë që në dosje qëndrojnë ballafaqimet. Ka një gjykatë në Europë apo në botë që i ka hedhur poshtë SkyECC ose çdo aplikacion tjetër? A ka një gjykatë? Ka gjykata gjermane, gjykata franceze. Më jep vendimin. Edhe një, po çka po ta dija, ta kisha sjell në gjuhën serbe. Në gjuhën serbe ta kisha nxjerr, gjykata kushtetuese. Ajo në gjuhën serbe nuk i marrin. Një sekond. Nuk pranojmë gjë fare serbisht. Malizi. Po e frojmë afër. Malizi, Serbia, Gjermania dhe Franca i kanë nxjerr këto përgjime jashtë. Ta shohim. Okej. Gjia është ke baza ligjore. Pra duhet të kesh mundësinë, duhet të kesh mundësinë. Fal këtyre përgjimeve, ne sot kemi një tjetër realitet në ndeshjen mes krimit edhe drejtësisë.
grupi Durrësit është çik më i hershëm, s'kishin dalë këto platforma, dhe ata nuk janë pjesë e këtyre përgjimeve, por gjithsesi, grupi Durrësit e kishte humbur shkëlqimin ndërkohë, sepse o ishin vrarë, një pjesë ishin arrestuar, dhe goditjet e grupit Durrësit i përkasin viteve 2000, 2005. 2005, 2005, deri në 2006, po. Ndërkohë, ishujt më problematik që kishin mbetur deri në momentet e fundit ishin Elbasani dhe Shkodra. Dhe Elbasani dhe Shkodra janë goditur ekskluzivisht nga përgjimet që u zbuluan, dhe këto kanë qenë një ndimes absolutisht shumë e madhe. Tani, unë ndaj absolutisht shqetësimin që jo çdo kush që flet në këtë platformë, edhe pse mua më mjafton ky telefoni për të folur me Xhevin dhe nuk më duhet ajo platforma që ka një kosto ekstra për të folur ca gjëra që s'duhet t'i përgjojë shteti, por gjithsesi, nëse këto biseda s'kan prodhuar ngjarjen, kjo është një çështje pastaj që takon gjykatës ta hedhë poshtë si provë. Si hedh poshtë? Por nga ajo që ka ndodhur deri tani, përgjimet kanë mbështetur autorsinë për një krim që ka ndodhur. Droga është transportuar, përgjimet tregojnë se si janë ndarë parat. Vrasja është bërë, përgjimet tregojnë se si janë ndarë rolet. Kushdo qëllonte, kushdo mbante makinën, kushdo i vinte benzinës flakën për ta djegur, dhe kjo çoi në zbulimin e fijeve të krimit, si u zbërthye fijet e krimit në Elbasan. Të gjitha nga ndarja e roleve në skuadër. Përgjimet dhe ajo që unë mendoj që ka mbetur pa uçuar deri në fund është se gjithë ky aktivitet kriminal kishte interferuar me politikën. Patjetër. E ushqente dhe merrte mbrojtje. Dhe unë shpresoj që përgjimet që do vinë apo prokuroria me këto që ka të ketë kurajon të shkojë edhe më tej, sepse nëse nuk goditet i gjithë zinxhiri, ai mund të rigjallërohet. Të shikoj dosjen e Shullazit, për të dhënë përgjigje pyetjes tuaj, është një epokë e mirë që do duhet të përshëndetur. Të shikoj dosjen e Shullazit, i atribuohen vepra penale të cilat ai si ka bërë. Po ç'lidhje ka kjo me Skajecën? Dosja e Shullazit? Dhe shiko, e lidh me vendimet të cilat po jepen, që tha mentori, që preku që grupet kriminale etj. Problemi është që politika e bën personin më kriminal. Tani një sekondë, se nuk po kuptoj asgjë dhe nuk e di, domethënë, a është rasti që avokatët të nuk po e mbaroj fjalinë. Po. Pse ja një sekond. Edhe një gjykata nuk mund të dënoj me urdhër. Pra ju po thoni. Është dënuar me urdhër. Juve gjatë emisionit sot keni thënë. Safet Bajri është i pafajshëm. Juve sot keni thënë Lulzim Berisha s'ka bërë asnjë gjë, nuk ka ndonjë gjë. Ju keni thënë Shullazi s'ka prova. Tani njëri që ju dëgjon andej, unë e kuptoj që ju mund keni interesat tuaja si avokat. Nuk ka lidhje. Shiko, ne shikojmë profesionalisht situatën. Po mirë, pra ajo që ju po thoni, por njerëzit e krimit organizuar nuk ka prova, ata duhet të rinë gjithë jashtë. Shumë persona i ka kriminalizuar politika, është politika, duhet të mbështes mentorin në këtë pikë. Dhe emrat e këtyre çuditërisht janë bërë famshëm nga politika. Këta akuzohen për vrasje, i ka kriminalizuar politika tani. Edhe njërë, nëse ti nuk ke prova të plota, unë di shumë mirë një dy dosje të cilët janë dënuar me urdhër, dolën nga ambasada amerikane, po çfarë themi tani, që po them për raste, po ajo që po ndodh sot është kjo, ju po thoni për dosjet më të mëdha janë pafajshëm gjithë, është tjetër gjë, pafajësia. Pra një njeri që nuk e ka bërë një krim dhe për shumë arsye është akuzuar në mënyrë të padrejtë dhe ndryshe mungesa e provave. Pyetja që do të bëja, a ka ndonjë dosje që ka jetuar mirë dhe gjykuar mirë gjykata? Sot njerëzit e krimit organizuar marrin konsulencë juridike, kanë punësuar avokat pikërisht për t'i konsultuar se si të kryejnë krime pa lënë gjurmë. Dhe mungesa e provave nuk do të thotë pafajësi. Dhe jo më kot, eksperienca e vendeve që janë ndeshur më fort me krimin se sa ne, ka dëshmuar që një Al Capone kur nuk i zbulon dot të gjitha krimet, shkoi atje se s'kishte paguar taksat. Mjaftonte ti gjente një arsye për ta futur brenda sepse bëmat dhe gjëmat i diheshin.
Nuk ka më minuta, Romana, do të thuash diçka? Po, pak e rëndë është kjo që të themi që krimi organizuar ka punësuar avokatët për t'i orientuar që... Jo avokatët. Ka merë konsulencë juridike. Konsulencë juridike. Se s'ka para krimi organizuar për ta bërë këtë? Jo. Unë di që e merë. S'ka para. Të gjithë janë me avokat kryesisht. Ka, për nuk ka para. Normale është, ai është njëri, nëse është njëri i lirë, merë konsulencë nga kushdo, edhe ekonomike dhe juridike. Shikon, nëse e themi këtë, duhet të kemi një bindje mbi bazë disa provash, ose disa rrethana që realisht e ekziston kjo lloj rrethane. Është pak e rëndë që ta thuash. Po pse? Pse është e rëndë? E diti mentor se kush është ai kriminali organizuar që merr avokatët ose merr konsulencë juridike, mund ma tregosh ndonjërin? Tani, me rast konkret. Se ku jemi këtu në gjykatën? Po jo, po tash. O Romano mos i ngatro. Ju jeni avokat dhe mendoni që ne duhet flasim vetëm për këtë. Problemi juaj është që ju mbroni çështjet e juaja në studiot televizive. Problemi jon është që ne kërkojmë që të barazojmë armët në një proces të cilin e konsiderojmë të padrejtë. Po dakor, pra, e keni filluar ju të parët mentor këtë. E keni filluar ju të parët ju mentor këtë. Ju mentor të parët, pra kur themi pa diskutim për interesin publik, sepse ka dhe interesa tjera aty që cënon familjet e këto nga gjitha diskutimet që bëhen. Ure, marrim përsipër që të dalim në për studio, që të themi diçka që ndoshta edhe nuk duhet ta themi, e bëjmë sepse armët nuk janë të barabarta në një proces të këtillë, qoftë edhe në media, sepse ti bën analizën tënde mbi bazën e disa vendimeve që dalin nga gjykata dhe nga prokuroria. Atëherë pse duhet ta bëni juve këtë mbi bazën e vendimeve të gjykatës edhe kërkesave të mbi bazën e kujt duhet ta bëjnë? Po atëherë pse s'mund ta bëjmë neve? Kush tha që s'mund ta bëjmë? Kjo pra jo, sa më tha mentori pra. Këtë më tha mentori. Ndryshe të bësh analizën dhe ndryshe të bësh klientin. Po diskutime, unë s'po bëj unë nuk kam asnjë nga ata. Ne flasim nga ana juridike. Ajo që ta Kikia është një gjë tjetër. Ndryshe ti të raportosh në bazë të vendimeve, pra siç raportojmë ne, ndryshe të thuash është i fajshëm ose i pafajshëm. Këtë po thot Kikia. Pra, edhe unë mbi bazën e vendimit do ta jap opinionin tim. Gazetarët tonë në këtë thuhet kështu. Mbi bazën e vendimit të gjykatës. Mbi bazën e vendimit të gjykatës. Mbi bazën e vendimit të gjykatës, pra atë që juve lexuat dhe atë që ju përcollët nëpërmjet pamjeve filmike, mbi bazën e atij vendimit jap dhe unë opinionin tim, se nuk kam dalë në opinion mbi atë. Më bët një pyetje për krimin organizuar për konsulencën juridike. Tani krimi organizuar nuk është vetëm ai që shtin me pistolet. Sa i padyshim nuk shkon të konsultojë një avokat thotë po ikit vras filanin, unë thotë nga ti bie, nga majtas apo djatat. Krimi organizuar, jo. Fakti që ke ti një njerëz të akuzuar për vrasje në mbrojtje nuk do të thotë që janë vetëm këta kriminal. Krimi organizuar është edhe ai që bën pallate, edhe ai që bën rezorte turistike, dhe këta jo kanë avokat, po kanë studio ligjore konsulente. Po ajo shoqërim. Se si të manipulojnë shoqëri tregtare, mashtrojnë një aktivitet tregtar më burit. Si po s'mund ta etiketosh në këtë lloj forme. Jo, më krimi organizuar merr konsulencë ligjore për të mos rënë në grop. A jemi dakord këtu? Jo, nuk jemi. Krimi organizuar nuk jemi. S'po duhet të shkojmë. Ne bjem dakord që si jemi dakord. Po mi më dakord. Kjo është e bukura e universitetit. Bëhet edhe kur bëhet një ekstradim që fillon në gjykatat shqiptare, nuk bëhet sepse fillon tani aludon që ky person ka përdorur dy emra. Dhe do të shikojmë kur te puna e ekstradimit që kape këtu në Shqipëri, që duhet të shkojmë që duhet të shkojmë për gjykatat e tjera. A ka ndonjë hetim që ka kryer tamam prokuroria shqiptare dhe një vendim të saktë që ka dhënë gjykata? Jo, më nuk ka. Okej, vetëm mbrojtje të bëjmë mirë. Edhe një diçka tjetër. Nuk identifikohet personi. Publicitet. Është pjesa më problematike. Të gjithë